Që jetojnë dhe punojnë në Shqipëri ka arritur një nivel rekord në vitin 2025, me rreth 27.514 të huaj me leje qëndrimi, një rritje për rreth 22% në krahasim me vitin 2024. Sipas të dhënave zyrtare nga regjistri elektronik për të huajt, rreth 65% e lejeve janë për punësim, ndërsa pjesa tjetër kryesisht për bashkim familjar dhe studim. Nga të huajt me leje qëndrimi shumica janë nga Kosova, rreth 22% e totalit, ndërsa Italia renditet e dyta, me rreth 14%, me rritje të konsiderueshme krahasuar me vitin e kaluar. Ndërkombësit që kanë shënuar rritje të ndjeshme në 2025-ën janë India, Filipinet dhe Egjipti, të gjitha më shumë se 2 fish krahasuar me 2024-ën, duke u ngjitur në vendet e treta, të katërta dhe të pesta për nga numri. Rritja e të huajve që jetojnë në vend pasqyron edhe shtimin e aplikimeve për leje qëndrimi, me mbi 19.300 aplikime të reja të përpunuara gjatë vitit 2025, rreth 47% më shumë se një vit më parë.